Ekziston një vend ku turpi nuk ka kënej kurrë pjesë I edukimit. Ku trupi nuk është provokim, por thjesht gjete. Ku martesa nuk fillon me dashuri. Dhe ndonjëherë, dashuria nuk është as kusht. Në thellësinë I shungles së indonezise. Gjeton fisimin të vaj. Një komunitet ku ka mbetur gjashtë ritmit të botës modern. Por ajo ku du të trondite me shume. Nuk është lakurikesja e tyre. Shte heshtja e gravi. Kjo e fsheh me shume se sa duket. Në I shusht e izoluar të I Sumatres perëndimore, koha nuk matet me ori. Nuk ka reklama. Nuk ka paskira ke imponojnë standarde. Nuk ka krahasimet e pafundme. Fisimen të vaj gjeton po të huaq se si para me gjera vitesh. Shtapitej e tire këndrojnë e mbi ladruri. Ritualet e tire gjane me te forta së deshirat personal. Dhe regulat, gjane me te vjetra se qdo brez iri. Në kete bote, gruaja nuk fshihet. Por as nuk zgjet si që zgjet bota modern. A gjo rritet duke mesuar rolin e saj. Jo endrejn e saj. Martesa nuk është histori romantike. Shte marrëveshje. Shte stabilitet. Shte vazhdimesi. Por sfare ndod, kur një vajtëze I reshe për heri të parengjë realitet qeter. Kur pjetëqa lind në heshtje. A jeshte gjo liri. Apo vetem një formet qeter kontroli, nisën gjen kete atmosferi. Apo në zbulume në ritualet e lashtë ke bota ka harruar. Per të kuptuar grati I fesit mentave. Duhet të harush gjithë ka ke di per bote modern. Atë që nuk eksiston pas kajra ke krejon pas siguri. Nuk ka mode ke per kakton vlerën. Nuk ka rjete sociale ke imponojnë perfekcion. Bota e tyre është kshungla e lagesht. Edhe ndur, e paperkullshme. Shtapite ka ndrojnë e mbi shteladruri. E mbi balte dhe e mbi ugje. Pa beton. Pa energji elektrike. Pa privatesin e krene I kuajme normal. Gjeta zhvillohet për asivet e komunitetit. Gjithë shka shihet. Gjithë shka ndahet. Dhe pikerisht ati fillon paradoksi I pare. Nër një bote pa turp, eksiston një strukture shume I forte. Burrat gjuajni, peshkojni, nëndertojni, por grate nuk gjane thjesht prapavije. Ato mbjellin, përgatisin sagon, rrisin femijet, mbajnë gjallë ekuilibrin e familjes. Pato, komuniteti nuk do të mbijetonte. Por roli I tyre nuk është vetëm praktik. Shte kulturor, shte simbolik, shte thelbesor per identitetin e fisit. Vajzat rritën duke paret nenat e tyre. Duke mesuar heshturazi qfare pritet prej tyre. Jo permes librave, jo permes keshilave modern, por permes shembullit. Në mentawaj, individi nuk kuandron mbi komunitetin, ai është pjese e tij. Gruaga nuk mesohet të pjese qfare dua unia. A gjo mesohet të pjese qfare është e nevojshme? Dhe ketu lindë një petje e forte. A është që kufizim? Apo është siguri? Sepse në një bote ku gjithë shka është e parakaktuar. Nuk ka konfuzion. Nuk ka konkurence. Nuk ka krahasim të vazhdueshëm. Por ka pritshmëri, ka rregull. Ka rolit e karta. Martesa nuk është surprizi. Është vazhdimesi natyrale. Një hapi pritshëm në jetën e një vajzi. Dhe pikerisht ati. Fillon pjesa ku shumë njerëz nga gjashtë nuk I kuptojnë. Në këtë komunitet. Dashuria nuk është pika e nishës. Që mund të vishë më voni. Mund të rritet. Mund të fërkohet me kohen. Por fillimisht. Vjen marrëveshja. Vjen stabiliteti. Vjen përgjegjesia. Dhe ndoshta pjetëgja me e veshtire është kjo. Ani është me rëndësishme të zgjedhesh. Apo të përkasesh. Imagjino një vajze. 15 vjetë ose 16 vjeç. A gjo është rritur pranelumit. Ka mesuar të përgatise sagon. Të mbajes jarin gjale. Të dëgjojet çdo zhurme të shungles. Por një dita fillojnë bisedat. Jo me te. Per te. Për atullen me toke. Familjet takohen. Shkembehen fjale. Shkembehen dhurata. Ndon gjëhere edhe dera. Simbol seriositeti. Simbol angazhimi.
vajza I kupton çfarë po ndodh. Jo sepse dikush I shpjegon, por sepse e ka parek gjithë hexheten. Martesa po afrohet, jo si surprizi, por si rjedhje natyrale, si rregull I heshtur. Në atë moment, mendimi I saj nuk është e ako e vendus. Por kjo nuk do të thotë se ajo nuk ngjen. Ajo ngjen, verën, perthith, pranon, sepse ne mentavaj. Vendimi I përket komunitetit, jo individit, dhe ketullin konfuzioni për botën modern. A ishte kjo detyrim, apo është besim në sistem, sepse martesa nuk shihet si romansi, por si aleanse, mes familjeve, mes bërëzave, mes se kaluares dhe se ardhmes. Dashuria, mund të veshë me pas, mund të ndërtohet, mund të forkohet me kohen, por fillimisht, ka stabilitet, ka strukturi, ka vazhdimesi, dhe tani imagjino një tjetër skeni. Per herë të pare ne fshat vjen një I huaj, me kamera, me roba ndryshe, me histori per një bote ku martesa zgjidhet nga zemra. Si te e vajzava ndryshojnë. Jo dramatikisht, jo me njëherë, por mjaftueshëm për të lindur një pjeqe. A eksiston një mënyre qëtër, dhe pikërisht ati, fillon tensioni I vërtetë, jo mes burrave dhe grave, por mes tradites të ndryshimit, sepse kur e shen një alternative, a gjon betet në mendje, idhën nëse nuk flitet për te, idhën nëse heshtet, nëse dëshiron të zhitesh me telle në keto butet e fshehura, bashkohumin edhe abono. Nga gjashte, jeta e gravi mentavaj duket e kete, I rregullt, I kendrueshmi, por brenda, ekziston një shtrese koerale shihet, sepse emocionet në këtë komunitet nuk analizohen, nuk diskutohen hapur, ato mbahen në heshtje. Një vajze kë martohet, le familjen I saj hyn në një shtëpi qëtër, në një realitet qëtër, me pritshmërit e karta, ajo duhet të përshtatet, të rjetë e këte, të mbaje harmonini, por përshtat gjak gjithmone ka një ecmim të brendshëm, jo revolte, jo drame, por shtypje të pjetëgjevi, sepse pjetëgjet nuk shkaterojni me njëherë I një sistem, por e lekundin atë, dhe një sistemi ndjertuar mbi tradite, nuk I toleron lekundjen. Disa gragjejnë siguri në këtë rend, I din e rolin e tyre, I din e çfarë pritet. Nuk ka pasiguri, nuk ka konkurranse, nuk ka presion për të kene me shume. Për përdes atë të gjera, shfaket një ngjengje e re, jo rebelim. Por kureshqe, gjë ngjengje krellin kur shohin botën për të ikshungles, kur deg gjojnë e histori për dashurit e zgjedhur, për gra kë vendusin vete. Dhe atë herë lind një konflikti heshtur, mes asaj kë eshte mesuar, dhe asaj kë imagjinohet. Sepse një pjeqe e vogël mund të ndryshoje gjithçka. Po sikur, jeta ime te ishte ndryshe. Po sikur, zgjedhja te ishte e imgje. Keto mendime nuk tuhen me ze. Por ato rriten, nga dale, thelle. Dhe kur një mendim rritet në heshtje, ai behet me I fortise çdo rregull. Ndryshimi nuk vjen me zhurme. E I vjen si hije. Fillimisht si vizitor, pastaj si ndikim. Sot, Mentawai nuk është me plotësisht I izoluar. Turistë vini, dokumentari ekshirohen. Fotografi shpërndahen në internet. Bota sheh Mentawajin, por edhe Mentawai sheh botën. Vajzat e reja shohin grëmë arsimim, me pavarësi ekonomike, me liri për të refuzuar, dhe për herët e pare. Krahasimi behet real, tradita për ballet me alternative. Dhe ketu lind dilema me I madhe. Nëse një grua fillon të dëshirojë zgjedhje, a do të pranojë komuniteti? A mund të ndryshojë sistemi? Pa utyrë, sepse çdo kulture kë nuk përshtatet. Rrezikon të zhduket. Por çdo kulture kë ndryshon shumë shpejt humb identitetin. Gratë Mentawai kendrojnë në mes të kësaj lindje të holle. Ato janë ura mes se kaluares dhe se ardhmes. Nëse ato ndryshojnë në mënyrën si mendojnë, ndryshon gjithçka. Sepse ato rrisin brezin qëtër, ato formojnë në mentalitetin e familjeve. Dhe kur mentaliteti ndryshon,
Tradita nuk eshte me ngjajte. Pjeqja nuk eshte me nesë ndryshimi do të vigje. Pjeqja eshte si do të eduket ai. Dhe kush do të paguajë çmimin e tij. Ndoshta eshte e lehtë të gjikosh. Të shohesh një kulturë nga larg dhe të krahasosh me standardet e tua. Të thuash se eshte e prapëmbetur, se eshte e kufizuar, se nuk ofron liri të mjaftueshme, por çdo kulturë lind nga nevoja për të mbijëtuar, nga frika e humbjes, nga dëshira për stabilitet. Mentavaj nuk eshte ndërtuar mbi ide romantike. Ai eshte ndërtuar mbi mbigjetësi, mbi rend, mbi harmoni. Gratë në këtë komunitet nuk rriten me ideni e konkurrencës. Ato nuk mesohen të krahasohen me njëra tjetrën. Nuk u thuhet të gjenu me të bukura, me të sukseshme, me të pavarura si të tjerat. Vlera e tyre është e lidhur me rolin, me familjen, me kontributin. Dhe kjo krijon një formë stabiliteti, ku shumë shokëri modern i kanë humbur. Por stabiliteti nuk është gjithmonë sinonim i lirisë. Sepse liria kërkon zgjedhje, dhe zgjedhja kërkon mundesi. Dhe mundesja shel pasiguri. Në botën moderne, zgjedhja është i pafundme. Por edhe presioni është i pafund. Gratë përballën me pritshmëri të vazhdueshme. Duhet të gjenu të suksesshme, të bukura, të pavarura, të ngjeshme, të forta. Gjithçka në të ngjajten kohë, në mentavaj, pritshmëritë janë të karta, të kufizuara, të parashikueshme. Dhe që për disa mund të gjeten një forme pakegje, por për të qera, mund të gjeten një kufi e i padukshëm, sepse kur një vajzë shë alternativa. A gjo filon të mendogje, dhe mendimi është i pak tjeshem. Nuk ka nevoje për revolucion, nuk ka nevoje për përplasje. Mjafton një ide, një mundesi, një shembull ndryshe. Dhe sot, bota ofron shembull të pafund. Qytete ku gratë zgjedhin vete. Shokeri ku martesa është akt personal. Kultura ku rolet janë fleksibel. Kur këto imazhe hajnë elementin e një vajze mentavaj. Ato nuk zduken. Ato kënë rojnë dhe nga dale ndryshojnë mënyrën si agju e sheqeten e saq. Pjetja nuk është nëse agju do të praktise tradita. Pjetja është nëse agju do të riformuloje atë. Sepse traditat nuk zduken mengjëherë, ato transformohen. Dhe transformimi fillon nga brenda, nga mënyra si mendojnë e gratë, sepse ato janë shtilla e familjes. Ato edukojnë familjet, ato transmetojnë vlerat. Nëse një nëni fillon të mendojë ndrysh, ajo du të rrise një brez kë mendon ndrysh. Dhe atëherë tradita nuk është me identike me të kaluaren, por as nuk zduket plotësisht, ajo bëhet diçka e re, një version i adaptuar, një ekuilibër i ri. Por ky proces është i ndërlikuar, sepse çdo ndryshim krijon tension. Disa do ta shohin si kërcenim, si humbje të identitetit, si rrezik për strukturën e komunitetit. Të tjerë do ta shohin si evolucion, si hap drejt një forme tjetër liri. Dhe pikërisht këtu qëndron drama e vërtetë. Jo në eksotike, jo në rituali, por në përplasjen me sigurisë dhe zgjedhjes, sepse siguria ofron stabilitet, por zgjedhja ofron kontroll mbi fatin personal. Cila është me e rëndësishme? Për disa gra, për gjithë është e kartë. Ato preferojnë stabilitetin, komunitetin, rolin e njohur. Për të tjera, ideja e zgjedhjes bëhet gjithnjë e me e fukishme, jo si revolte, por si dëshire e brendshme. Si nevojë për ta ditur nëse gjeta mund të gjeta ndryshe, dhe ndoshta, në fund, pjetja me i madhe nuk është për mentavajnë, është për ne. Në shpesh besojmë se liria ka vetëm një forme, por ndoshta liria është relativi, ndoshta për disa. Liria është të qedosh pa turp, pa gjikim, pa presion për të krahasuar vazhdimisht. Ndoshta për të gjëra, liria është të zgjedhësh partnerin, të zgjedhësh rrugën, të zgjedhësh drejtimin e jetës. Asgjëra nuk është absolutisht e drejtë. Asgjëra nuk është absolutisht e gabuar.
sepse çdo sistem ka drejtën dhe higjen e vet. Mentava e sot qëndron në një moment të brishte, midis ruajtjes së identitetit dhe pranimit të ndryshimit, midis sigurisë se kjo ka funksionuar për shekuj. Të ngjete ardhmëje ku e truket çdo ditë më fort. Dhe gratë janë në këndër të këtij transicioni. Jo sepse janë me të dobeta, por sepse janë themelis i vazhdimësisë. Në të ato ndryshon gjithçka. Ndoshta gju me njëherë, ndoshta gju në mënyrë dramatike, por gradualisht, thellësisht. Tërneheshtje, sepse ndryshimet me të mëdha në histori kanë filluar gjithmonë në mendje, në një mendim të vetëm, në një pjeqe të thjeshtë. Po sikur, gjeta të risht të ndryshe, dhe kur kjo pjeqe lind, ajo nuk s'duket me kurre, edhe në thellësi të shungles, edhe në mes të traditave me të forta. E ardhmja tashme ka filluar, dhe ajo nuk kërkon legje. Ajo thjesht truket, ngadale, por pandalur. Bota jeshte plot me sekretet e harruara. Nëse dëshiron ti dëgjosh, abono.